Përveç bukurive natyrore, Shqipëria po tërheq vëmendje edhe për trashëgiminë e saj kulturore dhe historike, e cila ofron një përvojë autentike për turistët e huaj. Qytete si Berati dhe Gjirokastra, të mbrojtura nga UNESCO, përfaqësojnë një ndërthurje unike të historisë, arkitekturës dhe traditave shekullore. Vizitorët amerikan po shfaqin gjithnjë më shumë interes për këto destinacione, duke kërkuar jo vetëm pushime plazhi, por edhe eksperjenca kulturore dhe kulinare. Gjithashtu, kuzhina shqiptare po vlerësohet si një nga elementët që e bën vendin më tërheqës, produkteve të freskëta lokale dhe gatimeve tradicionale me ndikim mesdhetar. Rritja e investimeve në infrastrukturë, hotele dhe shërbime turistike kanë ndikuar në përmirësimin e ndjeshëm të lidhjes së pritjes për turistët e huaj. Riviera shqiptare ka të njëjtat ujëra të kaltra, të pastra dhe vijë dretare mahnitse, që mund të shihet në vende si Greqia apo Kroacia, por edhe në shumë më e përballueshme dhe shumë më pak e populluar me turistë. Ndërsa vizitorët e huaj bëhen më të vetëdijshëm për kostot dhe turmat masive, Shqipëria është kthyer në një destinacion nën radar, vend pushimeve të mrekullueshme, peizazheve mahnitse dhe kulturës interesante. Sipas ekspertëve të turizmit, trendi i rritjes së interesit për Shqipërinë pritet të vazhdojë edhe në vitet në vijim, duke pozicionuar vendin tonë si një alternativë serioze ndaj destinacioneve tradicionale europiane, me çmime konkurruese, natyrë të paprekur dhe mikpritje të njohur. Shqipëria po shndërrohet gradualisht në një destinacion të fshehur në një emër gjithnjë më të njohur në hartën globale të turizmit.